Me dashur miq, ja ku erdhi koha të jemi sërish së bashku si çdo fundjavë dhe sot këtu te Kolazhi Javor, derisa do të sjellim përmbledhjen nga temat të ndryshme dhe emisionet të cilat janë realizuar gjatë kësaj jave, po fillojmë me ditën e parë, pra me ditën e hënë. Në emisionin ky është i dërguar im, Hoxh Enis Rama trajtoi pyetje të shikuesve me sqarime rreth mësimeve të pastra të fesë islame. Ndërsa të martën, Hoxh Sedat Islami foli për Mullaj Idris Xhilanin, një ndër figurat më të shquara të jetës fetare dhe kombëtare shqiptare. Ai kujtoi për kushtimin e tij për ruajtjen e besimit, guximin për të mbrojtur të drejtën dhe kontributin e madh në edukimin shpirtëror e atdhetar të brezave. Për shembull, a ka lutje më të sinqertë se duaja e nënës për fëmijën e saj? Vështirë me gjetë. Ka, nuk po them që dikush dallon, por në esencë duaja e nënës është zakonisht duaja më e sinqertë. Nga se nëna lutet për fëmijën e saj pa asnjë interes, pa asnjë kalkulim, pa asnjë përfitim. Lutet nga thellësia e shpirtit të saj, lutet nga, dëmshëria që e ka për fëmijën e saj, nga dashuria e madhe, pa përshkuar që e ka për fëmijën e saj. Andaj, kjo e bën një dua të pranueshme. Pastaj të nderuar shikues, nëna kur lutet, lutja e saj është e pandërprer. Nëna lutet vazhdimisht. Nuk lutet një kohë, pastaj ka lutet për veti, jo. Zakonisht, flas nga përvojat, nga leximi, e kështu me radhë, fëmiu është gjithmonë në duat e nënës së tij, duat edhe babës së tij. Çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ai i cili zgjohet mëngjes, shëndet po, rahati po, bukën e asoj dite e ka me hongër që ditë, për çka ku më kuki? Këtë mirësit e ki. Prandaj të ndëruar shikues, njerëzit jo rrëdhërën ankohen për luks. Nuk ankohen për gjëra të domosdoshme. Për shembull, jam me të keq, bukë s'kena me hongër. Situata e rronë. Jam me të keq, nuk po kam fëmijëve më ju ble tesha për shkollë. Nuk po më ja ble për shembull fletorat. Nuk po më ja ble për shembull kpucat për dimër. Fëmija po shkojnë gati këmbëzbathur. Këto janë ankesa, edhe duhet me ditë kujt më apo këto ankesa. Sa marrëll njerëzve. Jo me gjithkënd. Inkurajon njerëz me armë investu vendin tënë. Trega shembull të mirë, të punëtorit mirë, të zellshëm, e me thonë që në Kosovë kumlon punëtor me mira të këtij, po s'kan fabrika, s'kan firma ku me punu. Hajde qele puna. Inkurajon njerëzit me punën tonë, me fjalën tonë. Madje edhe tjerë nga bashkëadhetarët tonë që në diasporë, ka nga ata që kanë kompania milionëshe, alhamdulillah, janë zhvilluar, janë rrit, e ja këtu investo. Nëse ti s'ke mujt, këtu më rrit, okej, e rrit jashtë. Mirë po tash, mundse diku që këtu më rrit, për shkak se krijohet një ambient më i përshtatshëm, edhe i punës, edhe i kontributit, edhe i zhvillimit ekonomik. Ti je kontribuar për vendin tënd. Kontribuar për vendin tënd. Qoftë me kthim, qoftë në distancë, qoftë me investime, qoftë me inkurajim, por kur më asaro vendin tënd. Kjo është më rëndësi. Nga prilli vitit 1941, Mullaj Idris Vereknica ju kushtua plotësisht veprimtarisë politike. Si hoxh me forcën e Zotit, si mësues me forcën e fjalës, si luftëtar me forcën e armës, si komandant me besnikrinë e ushtarit, ai luftoi për unitetin territorial të trevave shqiptare. Luftoi kundër gjenocidit serbe-bullgar, kundër komunizmit. Këto ai bëri emër në përmasat e jetës islame në Jugosllavi. Gjatë luftës së dytë botërore, si i pari besimtarë të fesë islame në Gjilan, si mufti dhe në mufti, e si imam ushtarak i regjimentit të 4 të ushtrisë së mbretërisë shqiptare në Prishtinë, ju kushtua përpjekjeve për çlirimin dhe ribashkimin e Shqipërisë etnike.
Mullah Idrisi pati shumë veçantin që e dalonin nga gjenerata e tij. Kishte aftësinë intelektuale krijuese, guximin, krenarin dhe dalzotjen për detyrën e pranuar. Vërtet janë të paktë ata që dijen dhe guximin për veprim e kanë në proporcion të barabartë sa e pati Mullah Idrisi, i cili me besimin në Zotin një dhe me mbështetjen e të, e më pas në mbështetjen e popullit e trevave shqiptare, me gjoks do t'i çaj pengesat në interes të shqiptarsisë historike të Kosovës dhe të tokave të tjera të Shqipërisë etnike në robërinë jugoslave. Mullah Idrisi kishte vizion dhe largpërmësi sa i përket angazhimit për lirinë. A jo vetëm luftën që për rrethanat e kohës nuk e kishte zgjidhje tjetër, por edhe pastrimin e radhave e shehte domosdoshëm për ta fituar lirinë. Ka një thënie të famshme e cila e zbërthen deri në imtësi vizionin e tij. Ai ka thënë kësaj: liria e vatanit nuk fitohet me parti e me tarafe, me të pafe e me shkije të veshur shqiptarëse. Mësuesit që kishte ardhur nga Elbasani dhe i cili ishte komunist, Hasan Dylgjerit, dhe i cili ishte martuar me një sërbe, i kishte thënë kësaj: o mësues mysafir, nëse nuk mund të na ndihmosh, mos e shkatror atë që na e fali koha dhe puno që shtëfis t'i vihet kulmi. Dije se nuk e quajmë bylyk një kope me dera e me dere të përzjera. Për trimërinë e tij, ushtaraku Drenicas, Shefqet Byrykbashi, ka thënë: Hoxhë Idrisin nuk e kapte as plumbe, edhe kur i kalonte në përgjybe e jelek. Kur nuk binte pas pusis, shtente pip në këmbë, në ballë betejës, me një krenari e besim të papërshkruar. Kur nuk ka ndodhur që t'je ketë kthyer shpinën armikut, ai ishte shkëm me emër që nuk lëkundej. Në përmbledhjen e serisë pyetjet në Kur'an u sollën edhe njëherë temat e trajtuara, duke u ndaluar tek kuptimet, simbolika dhe mësimet që bartin pyetjet hyjnore. Emisioni mbyll me theksimin se këto pyetje nuk janë vetëm reflektim, por udhëzime të drejtë për drejta për jetën dhe besimin tonë. Këtë seri e sollën dhe përmbyllën Enklid Pelari dhe Hoxh Ahmed Kalaja. Ndërsa në emisionin e Thëna e Pathën me Hoxhën Ekrem Avdiu folëm për nevojën e ngritjes së vetdijes mbi ngasjen në komunikacion, duke vënë në parë rëndësinë e jetës dhe kujdesin që duhet treguar ndaj të tjerëve. Dhe më thonë, besimin në Zot, me të shohim, dhe më thonë, me le të themi me grupet që janë jashtë besimin islam, më shumë të janë tek besimi abstrakt në Zotin. Pra, thjesht ka një Zot, po me kaq mbaron gjithë historia. Ndërsa në kuptimin e asaj që thot vetë Zoti në Kur'an, ose Zoti, si më thënë, prezanton veten e tij nëpërmjet shpalljes, tregon se si është Zoti, cilat janë atributet e Zotit, si mund të jetë raporti njeriu me Zotin, si mund të krijojë njeriu, si më thënë, lidhje dhe kontakt me Zotin. Pra, jepen shumë detaje në raport me Zotin, po jo vetëm në raport me Zotin, në raport me botën tjetër, në raport me botën e engjëve tjetër. Pra, duhet patjetër të kthehemi tek vetë prezantuesi e Zoti e ka prezantuar veten e tij në Kur'an, ose na ka njohur më të prezantuesi më i mirë, mësuesi më i mirë profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Kështu që ne i referohemi patjetër shpalljes për të njohur Zotin e shpalljes. Në rastin ton në Islam janë dietarët, le të themi, ata të cilët e mbajnë ummetin në linjë. Për këtë arsye dhe Zoti në Kur'an çfarë tha? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni të diturit nëse nuk dini. Pra, orientoj tek të diturit, pejgamberi sa ka thënë çdo 100 vjet Zoti këtij ummeti, pra bashkësisë
e cila më pason mua, do t'i sjelli dikë apo disa që të t'i bëjnë, do të thonë një letemi tip refreshing, një tip rigjenerimi të asaj që mund të ketë humbur apo mund të ketë devijuar, dhe kjo shqyqyr Zotit, do të thonë është vazhdimisht kemi një grup të madh dietarësh, imamësh të mëdhenj, të cilët në fusha të caktuara e rikthejnë edhe një herë, do të thonë starton çdo gjë siç është e vërteta dhe origjinalja. Ndonjëherë kjo mblidhet në një person të vetëm, ndonjëherë është e shpërndar, le të themi, si më thon, dikush në shkencën e hadithit, dikush në shkencën e doktrinës, dikush në shkencën e tefsirit, dikush në shkencën e ligjeve dhe fikut e kështu me radhë, por që faktikisht në fund fare të gjithë së bashku bëjnë për një shekull, domethënë atë, le të themi, ristartimin dhe rikthimin e gjës edhe një herë në burimin e duhur. Dita e Kiametit për besimtarin do zgjasë sa një namaz farz në jetën e kësaj bote. Besimtarët në ditën e Kiametit do të priten si delegacione speciale të Zotit. Ata do të jenë në hijen e arshit të Zotit, ata do të priten nga profeti alayhi salatu wasalam, do të jenë në takimin e tij, do të jenë në flamurin e tij, do të pinë nga dora e tij, do t'i orientojë ai për punët dhe procedurat që do të zhvillohen, do të ndërmjetësojë ai tek Zoti, fjala e tij dhe lutja e tij tek Zoti që ata do të fitojnë xhenetin, do të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Njerëz që kanë merituar xhenemin nuk do të futen në xhenem, njerëz që kanë merituar të rinë përkohësisht në xhenem nuk do të futen fare në xhenem, njerëz cilët do të rinin pezull, nuk do të rinë pezull, njerëz që do të ishin gradat të ulta të xhenetit, do të shkojnë në gradat të larta të xhenetit. Pra nuk është situata e zezë gjithmonë, por tregohet e zeza me kuptimin që kujdes. Edhe kështu ndodh në përgjithësi. Penalitetet kur tregohen që njerëzit janë kujdesshëm, pra nuk tregohet pjesa tjetër. Kështu që, domethënë, çështja që përflitet ndonjëherë, vetëm kjo pjesë, ideja është kujdes se ka diçka të keqe, mbas edhe penaliteti është shumë i rëndë, por kjo nuk do të thotë se kush i përmbahet ligjit do ta përfshi penaliteti. Ne si vozitës nga njerë themi, shif ku i ka vijat e bardha, ka ardhur këtu ta kaloj rrugën, edhe aty ku ai e kalon rrugën, edhe aty duhet me respektua dhe me i dhonë përparësi, për arsye se mund të jetë ndonjë më shumë që nuk i din rregullat, ose ndonjë fëmijë që nuk i din gjithas rregullat, mund të jetë dikush që ka me nxitim. E ka me nxitim, duhet me kalu aty pari, prandaj jeta e njeriut edhe siguria, tash jo vetëm jeta se mundet me u cënua dhe siguria, mundet me u cënua dhe shëndeti. Ashtë amanet edhe jeta e tjetrit, derisa është amanet jeta jonë. Pa pikëdyshimi që po, duhet të them se jeta e njeriut është më e vlefshme se të gjitha rregullat e botës. Krejt rregullat e trafikut në dunjë me mbledh, një gisht, një thuj një njeriut është më i vlefshëm se të gjitha ato. Edhe nga njerë ne themi, unë kam të drejt kalimi, ose kam përparësi kalimi, o vëlla, ki përparësi kalimi, po ndalon një sekundë se ai tjetëri mund të rrezikohet. Të i kalimi dikujt mundet me konë shqetësim për ty, ose mundet me konë rrezikim për ty, se e ka shkel një rregull, ty mirë po subonome. Nuk e pse i bjen buris, nuk e pse... E që ka raste që kanë përfundu në konflikt. Përfundojnë me incidente dhe me konflikte, edhe prapa e din me kanë bujar, me një njeri që ti deri në atë moment nuk e ke ditë se e njeri ekziston. Asaj për ty nuk e ka ditë që ti ekziston. E ke taku për herë të parë, ndoshta edhe vetë me njët, edhe veç bën durim 5 sekonda, 10, edhe kur mos ki me e taku. Pse me bo një diçka të çastit edhe të paqëllimshme me bo konflikt edhe me bo bela. A fatkeqësisht e dim, ndoshta edhe nuk janë shumë të shpeshta këto raste, po megjithatë janë shqetësuese që për shembull njerëzit konfliktohen për gjëra të trafikut që nuk ish dashur me ndodh një gjë e tillë. Ndodhen edhe aksidentet funi funit. Por edhe në rast të aksidentit, secili do të më ruajë qetësinë. Kemi të gjithë përgjegjësi që të veprojmë për t'i eduku të tjerët në kujdesin e shtuar në trafik edhe në komunikacion. Prindi si prindë, mësuesi si mësues, në vërtet ata që janë mësues në zonësat e tyne ndoshta nuk vozitin, po për të ardhëmën bën me i përgadit, po mbi të gjitha është mirë me pas edhe
si me thonë, edhe televizionet, edhe mediat, me pas emisione edukative, me pas ligjëratat të ndryshme në përvenet të ndryshme, për me pas të qartur, mendoj se shumica e njerëzve ndoshta nxitojnë edhe ngutën vetëm për shkak se nuk e din se cili është rreziku i shpejtësisë, cila është mundësia jote me frenua dhe me u ndalë në rast paraqitjes një situate që duhesh me u ndalë. Nëse je duke ecë kaq me këtë shpejtësi sa distancë duhet, çdo gjëra kemi nevojë me i ditë. Nuk është se nuk e dim. Unë nuk e di me metra, mirë po mjafton me e ditë sa është kufizimi i shpejtësisë në një vend caktuar, me ditë se nëse ecë më shpejt, veç je të rreziku në atë pikë. Në emisionin Më trego për Islamin, Hoxhës Elbasan Zani trajtoi temën e shenjave të fundit të Kiametit në kuadër të hadithit të Xhibrilit, duke ndriçuar mësimet dhe përgjegjësitë që çdo besimtar duhet ketë për përgatitjen shpirtërore dhe jetën në këtë botë. Ndërsa në emisionin Këndi i diskutimit patëm të ftuar sociologun Jahir Sumiçi, ku folëm për problemin serioz të divorceve në rritje në Kosovë, duke analizuar arsyet, pasojat shoqërore dhe mënyrat për të përmirësuar marrëdhëniet familjare dhe shëndetin social. Derisa Hoxh Muhamet Dërmaku në emisionin Popujt e Kuranit ka folur për mësimet e radhës nga Kurani famlart, ai u ndal tek Ibrahimi alayhis salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk do të ndodh Kiameti derisa të ndodhin 10 shenja, dhe filloi që ti përmende. Prej tyre përmendi pra tymin, e përmendi dëgjallin, e përmendi kafshën, lindjen e diellit nga perëndimi, zbritjen e Isës alayhis salam, daljen e Xhoxhve dhe Mexhoxhve, 3 shafitjet e tokës, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Dhe një zjarr që del nga Jemeni dhe i drejton njerëzit drejt vendtubimit të tyre. Thot Imam Newawiu në komentin e këtij hadithi, pra që ka nxjerrë Imam Muslimi, ky hadith tregon se shafitjet e tokës pra nuk janë të zakonshme, por do të jenë të mëdha dhe të dukshme si shenja të pamohueshme para Kiametit, sepse pejgamberi sallallahu në këtë hadith të qartë, të sakt, autentik thot se 3 shafitjet e tokës pra do të jenë prej 10 shenjave të Kiametit që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është transmetuar edhe në hadithin e Ummu Selemes radhiyallahu anha, që ka nxjerrë Imam Taberani, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se yakunu ba'di khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab. U pyeti dërguari sallallahu alaihi wasallam pra dhe i përmendi 3 shafitjet e tokës, pra do të jetë një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Pastaj Ummu Seleme e pyeti, ja Rasulullah, i tha, a do të fundoset pra, a do të ketë shafitjet e tokës, edhe pse në atë vend ka njerëz të mirë? Tha pejgamberi sallallahu po, idha kana ahluha aktharu ahliha al-khabab. Tha po, do të ketë shafitje kur do të bëhen shumica atyre njerëzve njerëz të këqij, njerëz të cilët nuk e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Ibn Hajeri në komentin e këtij hadithi të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë thotë, nëse mëkatet bëhen pra të hapura, dhe shumica dërmuese i bën këto mëkate siç po ndodh në kohën tonë, atëherë ndëshkimi do t'i përfshijë pra një pjesë të madhe të njerëzve, por njerëzit në përgjithësi do të ringjallen para Allahut azza wa jall në bazë të qëllimit që kanë pas në jetën e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte mirë se këtë dënim Allah azza wa jall ka mundësi që ta ekzekutojë në çdo njeri dhe në çdo shoqëri. Andaj lutej shpesh me një dua të njohur, ku kërkonte nga Allahu azza wa jall që Allahu ta ruaj nga shafitja, pra dhe gëlltitja e tokës. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini. O Allah, unë të lutem ty për një lloj sigurie dhe shëndeti, një lloj siguracioni në fen time, wa dunjaja wa ahli, në jetën time
dhe në familjen time, wa mali dhe në pasurin time. Allahumme stur awrati, wa Allah më mbulot metat e mia, wa amin rawati, dhe më siguron në frikat e mia që i kam. Wa amin rawati, më siguro në frikat e mia që i kam. Wa hfadhni min bayna yadayya wa min khalfi, dhe më ruaj mua nga përpara dhe nga mbrapa dhe nga ana o an jemini o an shimali dhe nga e djata dhe nga e majta. Dhe pastaj vazhdon dhe thot wa min fawqi, dhe mbi mua, wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti, dhe mbrohem me madhështinë tënde, më mbroj që të mos fundosem nga poshtë, që të mos shafitem pra nga poshtë. Këtë lutje kush e bënte? E bënte Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Nëse i referohemi Agjencisë Kosovare të Statistikave dhe e shohim trendin e shkollorizimeve në vitin 2018, e kemi 815 shkollorizime, kurse tek po flasim në vitin 2024 për shkak se ende se kemi përmbushur vitin komplet të vitit 2025 dhe nuk mund ta marrim për mosër dhe për këtë vit, po, për shkak se mund me vitin e kaluar. Po, për shkak se mund të ketë në 16 orën e parë rritje, mirë, po në 16 orën e dytë mund të ketë ulje, kështu që mund të ndryshojnë numrat. Mirë, po nëse i referohemi 5 vjeçarit të fundit 2019-2024, e kemi një trend shqetësues të rritjeve prej 815-ve në vitin 2024, domethënë kemi pasur 2146 shkollorizime. Sigurisht kjo është një tregues, siç e thash edhe në fillim, siç e potencova, është një tregues i një transformimi të thellë që po e kalon shoqëria kosovare. Ka shkaktarët ose faktorët që ndikojnë ose që çojnë çiftet në shkollorizim janë të shumtë. Mirë, po ne do të përpiqemi të konsultojmë ose të cekim disa. E para është mungesa e komunikimit. Pra çiftet shohim në kohën moderne, tek po flasim në vitin 2024, po edhe në vitin 2025 është mungesë enorme e komunikimit në çift. Pra çiftet po hyjnë në martesë në mënyrë të drejtë për drejtë, pa pasur dialog. Ne e shohim se si kanë ndodhur në të kaluarën martesat në familjet tradicionale, martesat në kohën e para luftës deri vonë. Pra martesat nuk kanë ndodhur aty për aty ad hoc, pra nuk ka qenë martesa ad hoc. Pra familja e burrit, gjithashtu edhe familja e gruas, e djalit dhe e vajzës kanë pyetur me mujë të tërë për familjen e vajzës, po edhe për familjen e djalit. Domethënë kemi pasur një shterje e mundësive në mënyrë që martesa të jetë e suksesshme. Fëmijët kanë pasoja, statistikat kanë treguar që fëmijët që kanë pasur trauma psikologjike përfundojnë pastaj edhe në dukuri tjera negative. Nëse e konsultojmë psikologët, e shohim që kryesisht, si më thon, ata që kanë përfunduar viktimat e dhunës seksuale ose viktimat e përdorimit të narkotikëve janë kryesisht fëmijët që kanë pasur tortura ose që kanë pasur probleme të traumave psikologjike për shkak të përfundimit të një martese në mes babait dhe nënës së saj. Kemi raste të shumta që tregojnë edhe statistikat edhe qendrat për punë sociale, por edhe psikologët, kur fëmijët kanë përfunduar si viktimë të dhunës seksuale për shkak të traumave që kanë pasur pas ndarjes së babait nga nëna. Ibrahim a.s. njihet me nofkën si baba i pejgamberve, po ashtu. Ka edhe shumë epitete, ndërto është edhe o kane hanifen muslimen, Allahu e quan edhe i pastër, pra edhe quhet i pastri, edhe ishte i nështruar, pra ishte musliman i nështruar ndaj Allahu xhalla xhelaluhu, ma kane minel mushrikin, nuk ishte asë njëherë politeist. Nëse ishte lindur në popull që besonin shumë në politeizëm, madje ishte pjesë e shtëpisë e familjes ku gdhendeshin gurët për politeizëm, pra prodhonte atë më të keqen Zotin që dikush tjetër do ta njeh për Zot dhe do ta adhuroj për Zot, pra
ai në këtë mes, në këtë shoqëri njihet pra dhe rritet Ibrahimi a.s. Mirë po ja që ky deshi Allahu xhalla xhelaluhu që ta shpëtoi nga kjo skëterë e besimit të shtrembëruar, nga kjo gjendje ku besimi në fakt ishte i mbushur me politeizëm, me shirk dhe me mosbesim e tjera. Pra nuk njihej Allahu ashtu sikur e meriton të njihet dhe të trajtohet, pra kësaj ishte në kohën e Ibrahimit a.s. Allahu lexoi o Muhammed ngjarjen, narracionin e Ibrahimit a.s. kur i tha babait ti dhe popullit ti çfarë adhuroni ju. Natyrshëm që ata do të tregojnë se çfarë adhurojnë. Ibrahimi tha, ata në fakt ju përgjën qalu na'budu asnamen fanadhallu laha akifin. Ne i adhurojmë disa idhuj dhe ju rrim atyre pra katitu të themi, ju rrim atyre në pritje në adhurim. Qale hel yasma'unakum idh tad'un, çfarë logjike në pyetje. A ju dëgjojnë kur ju i luteni ati? Pra adhurimi është lutje. Ti drejtohesh dikujt për ibadet, për adhurim, i bie se ti i lutesh ati. E kur i lutesh, a të dëgjon ai? A ka nevojë për përgjigje këtu? A do t'i thot ai po gurit dëgjon? Sigurisht që jo. Allahu xhalla xhelaluhu nuk e lyp prej muslimanit besimin e verbër. Nuk shpërblehesh të Zotit të thuhet se ne që 200 vjet, që 500 vjet, që 600 vjet jemi musliman, ose dikush tjetër të thotë që 1400 vjet në shtëpinë tonë, ose ne arabët jemi musliman se jemi prej të parëve që i kemi pranuar Islamin e gjëra të tjera. Asgjë këto s'të bëjnë ti jesh më i privilegjuar. Këto asgjë nuk t'japim në këtë botë më shumë ose më pak. Ti mund ti takosh atyre familjeve, atyre popujve që kanë pasur besimin e duhur, që Allahu e do, por kjo nuk kupton që edhe për ty do të jetë mirë, sidomos kur këtë e bën që nga padituria ose nga pasimi i verbër. Vazhdojmë me 2 përmbledhje të radhës dhe të fundit për këtë takim. Në emisionin Konteksti kohor u debatuam mbi dallimin midis diturisë dhe diplomës, duke nxjerrë në pas se vlera reale nuk është vetëm titulli formal, por thellësia e njohurive dhe aftësia për t'i përdorur në mënyrë të drejtë. Këtë temë sollën Sali Berisha dhe Hoxh Blerim Musliu, derisa në emisionin Fjala që udhëzon Hoxh Gentian Mara foli për rëndësinë e ruajtjes së gjuhës, duke theksuar se gjuha është pasuri kulturore dhe shpirtërore që duhet përdorur me kujdes dhe respekt. Kur përflasim për fillimin e shpalljes, fillimin e këtij misioni i cili ndryshon historinë e njerëzimit, i jep njeriut dhe njerëzimit përgjigjet për të gjitha dilemat të cilat ai i ka. I jep njerëzimit rrugën e duhur se si duhet të jetohet jeta e mirë në këtë botë. I jep njerëzimit atë platformën e jetesës mbi të cilën secili njeri, secili individ do ta merr të drejtën e tij, madje jo vetëm njeriu, por edhe bota shtazore, madje edhe bimt, madje edhe peshqit në deti janë përfituesit e mësimeve të fesë, të cilat dalin nga feja, e burimi i krejt këtyre mësimeve, Allahu subhanahu wa taala e fillon me shprehjen ose me ajetin kuranor të parën cilin i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasallam, iqra. Pra nga këtu fillon po themi ai rrugtimi i dijes. Tash imagjino dikush i cili merret me dije, me shkollim, qoftë ai që merr, qoftë ai që jep. A është këtu hoxh veç dija fetare apo edhe dija përgjithshme? Jo, këto është dija çdo dituri e cila të ofron tek Zoti. Çdo dije e cila të ofron tek Zoti. Të bën më të dobishëm, të bën më të mirë, të bën më të sjellshëm, të bën më të vyshëm, të bën më të sinqert, të bën më të edukum. Çdo dije që çon te këto stacione ose maje të edukatave, edhe të moralit, edhe të vlerave, është e përfshime në këtë. Sigurisht se e para duhet të jetë njëti, qëllimi se për çfarë duhet kërkohet dija. Dhe çdo gjë përfshihet.
Dhe pa të gjitha këto mbetet nëse ato janë pa njetë dhe pa qëllim. Po flasim fillimisht për shkallën e begatisë, të cilën e ka secili prej neve. Krahas begative, edhe të mirave të cilat Zoti e ka dhënë, kërkon nga ne edhe çështjen e përgjegjësisë, edhe të detyrave, edhe të obligimeve të cilat i kemi, edhe i bartim dhe duhet i bartim brenda kësaj shoqënie. Mendoj se çështja e përgjegjësive në këtë rast duhet të ndahet, mendoj se është, sidomos kur flasim për shkollat, po flas në tri kënde shumë të rëndësishme. Ato janë, ose në një trekënd shumë i rëndësishëm, prind, mësues edhe nxënës. Nëse ky trekënd funksionon i ndarë nga njëri tjetri dhe nuk e sheh njëri tjetrin si palën e domosdoshme për të zhvilluar procesi, mendoj se këtu kemi mbet shumë ango. Tregon sahabiu i nderuar ose përcjell sahabiu i nderuar Uqbatu ibn Amir radhiyallahu anhu dhe thot: e pyeta pejgamberin, pra protagonist i kësaj ngjarje është dhe vet transmetuesi i hadithit, pra pyetësi është dhe vet transmetuesi i kësaj fjale. E pyeta profetin alayhi salam dhe i thash: o i dërguari i Allahut, men najat? Çfarë është shpëtimi? Për qëllimi domethënë me këtë se çfarë është shpëtimi, pra ku gjendet shpëtimi? Pra ku duhet jetë fokusi im në mënyrë që të shpëtoj. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: amsik alayka hadha. Ruaje, domethënë gjuhën, i ka bërë me shenjë, ruaje gjuhën. Amsik alayka hadha. Wal yas'aka baytuk, le të mjaftoj ty shtëpia jote, domethënë përkushtimi le të jetë në familje si gjëja më kryesore. Wabki ala khati'atik. Dhe qaj për të metat e tua, apo qaj për gabimet e tua. Pra sahabiu, ajo që vëm re vazhdimisht në këto pyetje të sahabëve, dhe këtë edukat duhet marrim dhe ne në të përditshmën tonë. Pra jo thjesht një pyetje, aq më tepër jo thjesht pyetje për të shuar kuriozitetet e ndryshme të njerëzve, por pyetje konkrete, pyetje praktike të cilat të bëjnë dobi në dynja, të bëjnë dobi në ahiret. Dhe sahabiu e pyet domethënë konkretisht, ku duhet jetë fokusi im, ose nga çfarë duhet të ruhem unë në mënyrë që të shpëtoj. Pra, sikur po i thotë të dërguarit të Zotit se çfarë është ajo gjë që më së shumti i shkakton njerëzve dënimin, apo u shkakton atyre disfatën e madhe, dhe profeti alayhi salatu wassalam që i thotë: ruaje gjuhën. Gjuha, për gjuhën kanë thënë gjymtyr e cila nuk ka kocka, por veprimet e saj thyejnë kocka. Aisha radhiyallahu anha përmend shembullin e dy femrave, ku njëra nuk shuhej për adhurim të madh, mirë po i respektonte të tjerët, fqinjet e saj, ndërsa tjetra është fetare për nga praktika, është fetare për nga cila praktika e adhurimit deri aty. Mirë po, nuk është fetare me njerëzit, dhe i përmend pra Aisha se një rast i dytë është pikërisht një grua fetare, por që tu dhi gjiranaha bilisaniha, por nuk i lën rahat me gjuhën në saj fqinjet. Pra qoftë nëpërmjet përgojimit, qoftë nëpërmjet ruinazot shpifjes, qoftë nëpërmjet gjuhës që është e rëndë, domethënë shan ofendon, e ku ta diun gjërat kësaj natyre. Profeti alayhi salatu wasalam thot, ajo është tek dëshmia e njerëzve. Pra që tregon që feja me Allahun, besimi me Allahun lidhet ngushtë me besimin tek njerëzit. Të dashur miq të emisionit të përmbledhjeve Kolazhi Javor, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Shumë faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje. No, no, no.